këtë edicion do të ndiqni. PDK e Aleanca nuk ndalin protestën. Alkooli dhe substancat narkotike, rrezik serioz për aksidentet në komunikacion. Prindërit dhe librarit në hall nga thirrja e Ministrisë së Arsimit Shkencës për tekstet shkollore. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Përveç deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës, protestës për konstituimin e kuvendit i është bashkuar edhe një grup i studentëve nga Universiteti i Prishtinës. Protestën e vazhduan edhe sot, vetëse kësaj here u bashkua edhe një grup studentësh nga Universiteti i Prishtinës, të cilët kërkuan zhbllokimin e institucioneve dhe fillimin e punës së kuvendit. Kë nuk është vetëm një krizë politike, por është edhe një mesazh shumë i keq për një gjenerat të tërë. Ne na thoni çdo ditë, mësoni, punoni dhe ndërtoni të ardhmen këtu. Por si ta ndërtojmë të ardhmen këtu, kur ata që duhet të ndërtojnë të tashmen nuk po funksionojnë? E deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Përparim Gruda tha se kjo qeveri ka ofruar për studentët vetëm largimin nga Kosova. Në fakt, vetmja gjë që ju ka ofruar masi ka diplomu është largimi prej Kosovës. 300.000 njerëz e kanë shuar Kosovën për 5 vjet. Ky nuk është migrim, kjo nuk është lëvizje e njerëzve. Kjo është zhvendosje masive e njerëzve prej Kosovës. Dhe kjo ndodh sepse përveç këtë qeverisës, sot është përmbysur rendi kushtetues. Nga ndërtesa e qeverisë, deputetët shkuan në sallën e kuvendit të Kosovës për të kërkuar vazhdimin e seancës konstituive. Time Kadria nga radhët e Aleancës paralajmëroi angazhime të tjera ndaj situatës. Do të ketë edhe angazhime të tjera opozitore, nuk do të ndolem, sepse ky vend që Zoti Kurti e ka gjetë të gatshëm, pa mundin e sakrificës, pa derdh njerëz, ky po do me shkatru. Nuk do e lejoj me shkatru vendin. Deputetët e PDK-s dhe Aleancës tash disa javë po qëndrojnë për disa orë para qeverisë dhe në kuvend në shenjë proteste, duke kërkuar thirrjen e vazhdimit të seancës konstituive. E në vazhdimin e problemeve, thirrja e Ministrisë së Arsimit ndaj prindërve që të mos nxitojnë me blerjen e teksteve mësimore dhe materialeve shkollore ka shkaktuar paraqartësi tek prindërit dhe librarit. Ministria e Arsimit dhe Shkencës, përmes një komunikati të publikuar ditë më parë, u ka bërë apel prindërve që të mos nxitojnë me blerjen e teksteve shkollore, pasi negociatat për përcaktimin e çmimeve me shtëpitë botuese ende nuk kanë përfunduar. Sipas ministrisë, pas përfundimit të negociatave do të publikohet katalogu përfundimtar i teksteve shkollore dhe do të përcaktohet shuma përkatëse që do t'i ndahet secilit nxënës për blerjen e librave. Apeli i ministrisë u është drejtuar edhe librarive, të cilave është kërkuar që të mos fillojnë shitjen e teksteve shkollore para përfundimit të këtij procesi. Ndërkohë, televizioni Syri ka dalë në terren për të parë nga afër situatën e pikat e shitjes së teksteve shkollore në Gjakov. Libraritë në qytet tashmë janë furnizuar me tekste shkollore, ndërsa në disa pika shitja e librave ka vazhduar. Megjithatë, interesimi i prindërve për blerjen e teksteve mbetet i ulët për shkak të apelit të ministrisë. Kur ka mbetur vetëm një javë deri në nisjen e vitit shkollor, situata ka nxitur reagime të shumta dhe në rrjetet sociale. Shumë qytetarë e kritikojnë vonesën e vendimit. Mes thirrjes për të mos bler tekste shkollore dhe nevojës për t'i përgatitur fëmijët me kohë, prindërit mbeten të konfuzuar. Ditëve të fundit, Kosova regjistroi viktima dhe të lënduar për shkak të aksidenteve rrugore. E për shkaqet e këtyre aksidenteve na njeh materiali në vazhdim. Gjatë sezonit veror është shtuar fluksi automjeteve në komunikacion, e bashkë me të edhe rreziku për aksidente rrugore. Sipas statistikave të policisë, rreth 70% e aksidenteve me dëme materiale dhe lëndime të lehta ndodhin në rrugët lokale dhe zonat e banuara, ndërsa aksidentet më të rënda kryesisht ndodhin në rrugët nacionale dhe rajonale jashtë vendbanimeve. Nëse marrim statistikat e aksidenteve rrugore gjatë sezonit verore, edhe gjatë gjithë sezonës, pra prej fillimit vitit deri me tani, të aksidentet me dëme materiale dhe lëndime të lehta trupore, më së shumti aksidente pra ndodhin në qytete dhe apo fshatra lokale, ndërsa
aksidentet tjera që janë më të rënda ndodhin jashtë banimit, domethënë në rrugë nacionale dhe rrugë rajonale. Sipas statistikave që i kemi, rreth 70% të aksidenteve ndodhin në rrugë lokale, ndërsa rreth 30% të aksidenteve ndodhin në rrugë jashtë banimit. Komandanti Saçia thotë se fluksi i madh gjatë verës mund të ndikojë në rritjen e numrit të aksidenteve, sidomos ato të shkaktuara nga shpejtësia e madhe mbeten shqetësuese. Duke marrë parasysh fluksin e madh të pjesëmarrësve në trafikun rrugor gjatë sezonit veror, është normale nëse ndodhin më shumë aksidente. Mirë po, nuk është normale nëse ndodhin aksidente me lëndime të rënda apo me pasoja fatale për shkak të shpejtësisë së shfrenuar të drejtuesve të mjeteve motorike. Nuk guxon më ndodh në qytet apo në vend banim një drejtues i mjetit me zhvillu shpejtësi 100 km edhe më tepër, edhe me shkaktu rrezik edhe vetvetes edhe me shkaktu të tjerëve. Ndër shkaktarët kryesor të aksidenteve të rënda, ai veçon mungesën e kulturës në trafik, drejtimin e automjetit në ndikimin e alkoolit dhe substancave narkotike. Ku jemi te faktori njeri, ka shumë, domethënë arsye pse këta persona papërgjithshëm shkaktojnë aksidentet me lëndime të rënda trupore, sidomos në qytet, ku në fundit këtu kem mungesë kulturës në trafikun rrugor, kem mungesë kulturës familje. Problemi tjetër të këta janë edhe mosvetëdijsimi, përdorimi i alkoolit, përdorimi i narkotikëve dhe ka shumë drejtues mjeteve të cilët përdorin automjetin me smundje akute. Në fund, policia e trafikut rrugor apelon për kujdes dhe përgjegjësi më të madhe nga të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion. Zyrtarët policor, sipas Saçis, janë të angazhuar çdo ditë në terren dhe do të vazhdojnë me masa të rrepta ndaj të gjithë atyre që shkelin rregullat e trafikut. E kurimit të siguria, karabinjerit italian në kuadër të KFOR-it kanë kryer patrullime në Gjakov. Karabinjerët italian të angazhuar në njësinë specializuar shumë kombëshe, pjesë e misionit të KFOR-it po vazhdojnë patrullime të rregullta në qytetin e Gjakovës. Këto patrullime zhvillohen me qëllim të ruajtjes së një mjedisi të sigurt dhe të qetë, si dhe për të rritur praninë e dukshme të forcave të KFOR-it në terren. Sipas KFOR-it, angazhimet të tilla ndihmojnë edhe në monitorimin e situatës së sigurisë dhe rritjen e ndërgjegjësimit për zhvillimet në pjesë të ndryshme të Kosovës. KFOR-i ka theksuar se mbetet i përkushtuar për të kontribuar në sigurinë dhe stabilitetin për të gjithë qytetarët, duke vepruar në koordinim të ngushtë me policinë e Kosovës dhe misionin e EULEX-it. Patrullimet e pjesëtarëve të MSU-s në Gjakov janë pjesë e angazhimeve të vazhdueshme të KFOR-it në terren, në kuadër të mandatit të tij për ruajtjen e një ambienti të sigurt dhe të qetë. Rastet e dhunës mes fëmijëve dhe adoleshentëve po filmohen nga vet aktorët duke i përdorur si kërcënim dhe abuzim psikologjik ndaj viktimës. Për arsyet dhe fenomenin na tregon më shumë materiali i radhës. Një video inqizimi shpërndar në rrjetet sociale, ku shihet një 18 vjeçare duke ushtruar dhunë fizike ndaj një vajze 12 vjeçare në Mitrovic, ka rikthyer alarmin për sigurinë e të miturve, ndërsa policia ka ndaluar të dyshuarën. Pyetja që shtrohet është pse këto raste po ndodhin kaq shpesh tek të rinjt tanë dhe dhuna po filmohet. Kjo dukuri është mjaft shqetësuese edhe nuk mund t'i përmbledhjem vetëm një faktor apo disa faktorë që janë të ndikuar këto. Natyrisht që ndryshimet e mëdha që kanë ndodhur edhe rrjetet sociale e kanë atë rëndësinë e vet për shkak se fëmijët sot nuk janë të edukuar vetëm prej familjes, por janë të edukuar edhe prej rrjeteve sociale. Kjo mund të ndikojë në normalizimin e dhunës, meqense janë të ekspozuar shpesh ndaj dhunës në rrjetet sociale, po ndikon te të rinjt në normalizim. Marrim parasysh moshën që nuk janë adult, janë moshë minorene, edhe natyrisht që zhvillimi i tyre nuk është i plotë, prandaj edhe ndikimi mund të jetë tepër i madh. Përtej aktit fizik, një shqetësim tjetër i madh mbetet shpërndarja masive këtyre pamjeve nëpër media. Situata është mjaft shqetësuese në lidhje edhe me publikimin e situatave të tilla, për shkak se dhuna fatkeqësisht ka qenë evidente edhe në vitet më përpara, veç se ajo është ndodhur tash që nuk ka ndodhur më herët, viktimat po viktimizohen
duke marrë parasysh që po ri-traumatizohen edhe njëherë me rastin e ekspozimit të tyre. Si shoqëri, gjithë jemi të shqetësuar me këto situata që po përditësohen, me këto ekspozimet nga portalet, duke nuk po du më thonë që janë të i keq përdorur fëmijët. Po thjesht le të tregomi pak më empatik në këtë pjesë. Për te qasjes profesionale duhet me ekzistu dhe qasja humane. Nuk mendoj që duhet t'ja lëm në dorë një personi, qoftë edhe profesionist, vetëm se ligji për mbrojtjen e drejtave të fëmijës e specifikon mjaft qartë edhe ekspozimin ndaj situatave të tilla. Lidhur me rastin në Mitrovic, ka reaguar edhe koalicioni OJÇV për mbrojtjen e fëmijëve KANF. Ata dënuan publikimin e pamjeve nëpër media, duke alarmuar se ky ekspozim rrit rrezikun e stigmatizimit dhe traumës për fëmijën, ndërsa kërkuan ndërhyrje urgjente nga qendrat për punë sociale. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. PDK e Aleanca nuk ndalin protestën. Alkooli dhe substancat narkotike, rrezik serioz për aksidentet në komunikacion. Prindërit dhe librarit në hall nga thirrja e Ministrisë së Arsimit Shkencës për tekstet shkollore. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.